Izraelitët nga ana e tyre kur nuk i ndalën operacionet e tyre ushtarake, pra pasaj që tani quhet linja e verdhë. Kjo linjë që demarkon territorin de facto të kontrolluar nga Hamasi, nga ai ushtrisë pushtuese, supozohet të përbënte 53% të rripit Gazës, por në vend të kësaj ka rezultuar në pushtimin izraelit të deri 58%, pasi ka shkelur marrëveshjen duke operuar shumë më thellë në territorin palestinez se sa ishte rënë dakord fillimisht. Siç është përshkruar nga zyrtarët amerikanë dhe izraelit, plani ka qenë të krijohet një Gaza e re, prapa linjës së verdhë, një territor që drejtohet për tani nga Izraeli dhe 4 grupe të veçanta militante të lidhura me ISIS-in. Sipas logjikës së këtij projekti, ideja është të lejohet rindërtimi kufizuar vetëm në këtë zonë dhe që një e ashtu quajtur forcë ndërkombëtare e stabilizimit të dërgohet në këtë zonë. Kjo forcë, e njohur me shkurtesën ISF, sipas pranimit të zëvendës presidentit Shëbaz J.D. Vance dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio, do të sjellë një koalicion ushtarak shumë kombësh që do të ketë detyrë çarmatimin e Hamasit. Me fjalë të tjera, do të përfaqësojë një pushtim me synim ndryshim regjimin në territor në emër të Izraelit, shkruan gazetari Robert Inlakesh.